Udhëtimi në thellësinë e xhehenemit. Që prej krijimit të njeriut, pyetja për fundin e jetës ka trazuar zemrat dhe mendjet. Çfarë ndodh pas vdekjes? Çfarë është xhehenemi? Sa i thellë është ai? Dhe pse në shpalljen hynore, xhehenemi përshkruhet poshtë, ndërsa xheneti lart? Kurani dhe Suneti na japin pamje të fuqishme që dridhin zemrat e besimtarit. Allahu i madhëruar thotë në Kur'an, dhe me të vërtetë, xhehenemi është vend takimi i tyre të gjithëve. Surja El-Hijr 43. Xhehenemi në Islam nuk është thjesht zjarr. Ai është një botë ndëshkimi, errësire, dëshpërimi dhe largësie nga mëshira e Allahut. Profeti Muhammed alayhis salam ka treguar për thellësinë e tij në një hadith tronditës. Ai tha se një gur i hedhur në xhehenem do të bjerë për 70 vjet derisa të arrijë fundin e tij. Dietarët kanë shpjeguar se ky hadith tregon madhështinë dhe thellësinë e paimagjinueshme të xhenetit. Në një tjetër përshkrim Allahu thotë: kur të hidhen atë, ata do të dëgjojnë një hungërim të tij ndërsa ai zien. Surja El-Mulk 7. Zhurma e tij, flakët e tij dhe zemrimi i tij përshkruhen si diçka që te kalon imagjinatën njerëzore. Po pse xhehenemi është poshtë, ndërsa xheneti lart? Në tekstet islame, lartësia lidhet me afërsinë ndaj Allahut, me dritën, pastërtinë dhe mëshirën, ndërsa poshtërsia lidhet me errësirën, dënimin dhe largimin nga mëshira hynore. Allahu thotë: munafikët do të jenë në shtresën më të ulët të zjarrit. Surja Nisa 145. Kjo tregon se xhehenemi ka nivele dhe shtresa, ku secila është më e rëndë se tjetra, sa më poshtë, aq më i madh ndëshkimi. Ndërsa xheneti përmendet gjithmonë me lartësi. Profeti alayhis salam tregoi se mbi xhenet ndodhet froni i Allahut dhe se Firdeusi është grada më e lartë e xhenetit. Por sa i nxehtë është zjarri i xhehenemit? Profeti alayhis salam tha: zjarri juaj që ndizni në dynja është vetëm 1/70 pjesë e zjarrit të xhehenemit. Sahabët u habitën, ata thanë: o i dërguari i Allahut, edhe ai zjarr do të mjaftonte. Ai tha: zjarri i xhehenemit është 69 herë më i nxehtë. Mendja njerëzore nuk mund ta përfytyrojë këtë temperaturë. Në këtë botë, njeriu nuk mund të durojë as disa sekonda mbi flak, ndërsa në xhehenem ndëshkimi është i vazhdueshëm. Kurani përshkruan: sa herë që lëkurat e tyre digjen plotësisht, ne do t'u zvendçojmë me lëkura të tjera që ta shijojnë dënimin. Surja Nisa 56. Kjo do të thotë se vuajtja nuk mbaron me djegjen e trupit. Trupi rikthehet vazhdimisht për të ndjerë dënim përsëri. Por a ka vdekje në xhehenem? Kurani përgjigjet qartë: atje nuk do të vdes e as nuk do të jetojë. Surja El-Ala 13. Nuk është jetë normale dhe as vdekje që ndërpret dhimbjen. Është një ekzistencë ndëshkimi dhe pendimi. Megjithatë, Islami nuk i përmend këto pamje vetëm për të friksuar. Qëllimi është zgjimi i zemrës njerëzore. Allahu dëshiron pendimin e robit të tij. Profeti Muhammed alayhis salam ka thënë: të gjithë bijtë e Ademit gabojnë, por më të mirët prej tyre janë ata që pendohen. Dyert e mëshirës janë të hapura, sa kohë njeriu është gjallë. Xhehenemi është paralajmërim, xheneti është shpresa, dhe mes tyre qëndron zgjedhja e njeriut. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe na bëj prej banorëve të xhenetit Firdeus. Amin.